sahat sa 1000 vjet. Mos shajnë, mos shajnë, mos shajnë se shpirti më dhe. Mos shajnë, mos shajnë, mos shajnë se shpirti më dhe. Kjo zemra shkret, gjuhën ton nëna ime, largat dhe u tas kush s'më flet. Mos shajnë, mos shajnë, mos shajnë se shpirti më dhe. Mos shajnë, mos shajnë, mos shajnë se shpirti më dhe. Mos shajnë, mos shajnë, mos shajnë se shpirti më dhe. Mos shajnë, mos shajnë, mos shajnë se shpirti më dhe. Zonja dhe zotri, misafir të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juaj në Odan. Mirë mbrëma na en. Mirë mbrëma mirë. Ka na u ka zbukuru skena sonte. Skena na u ka zbukuru prej një koloriti nga më të bukurit që kanë veshjet shqiptare e që na vinë nga Medvegja, sonte i kemi Shqiponjat e Medvegjës Enka në spektaklin e tyre. Dhe në fol pak për këngën që sa po e dëgjuan na e, mos qajnën një tekst fantastik. Në realitet, publiku është mësu që me fillu ti. Po? Dhe në momentin e fundit, sot të morën vesh që ta fillojun me këtë këngë që ka shumë dhimbje brenda, që ka qenë absolutisht gjithmonë një fat yni që të shpërndohemi në përbot. Gërbeti vërtet ka tinglu shumë rënd, sepse me vitet të tëra nuk janë parë, djali me nënën, motra me motrën, motra me vlajnë, vlaj me motrën, dhe ka qenë gjithmonë shumë e vështirë dhe rënd. Por në realitet, Mirje desha ta filloj kështu në mënyrë që ta rikthej mas një 35 vjetëve këtë këngë që dikur e kam bërë, e kam shkru tekstin vetë edhe muzikën vetë, edhe është inqizu dikur, tani ja ka dhënë një dorë, një energji platorit. Faleminderit platorit. Një klarinet shumë bukur që tingëllon të aty, si mi pasëro Mala. Mala, njohin krejt Medvegja, po dhe shqiptar në Kosovë, dikur një futbolist fantastik, kur se kom po të lujt, po me klarinet, një 20 vjetë kina bo bashkë muzikë. Faleminderit Mal! Po më dona me mbajt atmosferën, me gjithat, është java e dytë që ne do të fillojmë me pak, jo patetizëm, po me dhëmbje, se vërtet, po na shkoj njerëzit e mëdhej, gjigantet, legendat, edhe me që e kemi pas mësafir para një viti,
një legjend të madhe të sportit shqiptar, një krenari ku gjithë Kosova frymonte e thriste për të, kur ai boksonte në kuadër të klubit Prishtina, që ishin kampion në 23 milion, e ishin kampion edhe në nivel Evropë, ishin kampion edhe në nivel bote, edhe njërin nga ata frontmen që tingëllonte bashkë si frontmen i fuqishëm me emrin e tij, me goditin e tij, me boksin e tij, me krenarin që na ofronte, nuk është më, edhe dua t'i bëjmë një lloj homazhi legjendës së boksit e të sportit mbar shqiptar Nazif Gashit, e ndjekim veç. Të flitet për Nazif Gashin është fakt. Mirë po ai mbetet një nga figurat më të mëdha të sportit të Kosovës për shekullin e kaluar. Nazifi ishte më i merituari për 5 titujt e ish Jugosllavisë që i fitoi klubi i boksit Prishtina. Trajneri legjendar Lahnimani thoshte se Nazifi ishte predispozicion për çdo kundërshtar. Ai ishte gjokeri. Rekordet e Nazif Gashit janë nga viti 1970 deri në vitin 1980, 5 herë kampion i Jugosllavisë në konkurrencën kolektive në kuadër të klubit të boksit Prishtina. Nga viti 1974, 1978 reprezentues i ish Jugosllavisë për 4 vite me radhë. Në vitin 1974 fituesi i turneut të Beogradit. Në vitin 1975 gongu i artë në Shkup, medalja e artë. Fituesi i turnamentit e sidomos fitoria e madhe kundër Plamen Jankov. Ka fituar ish fituesin e medaljes së artë olimpike në Los Angeles dhe kampionin botëror në amatorizëm në kategorinë gjysmë të rënd Slobodan Kaçar. Ka fituar kampionin botëror në amatorizëm dhe profesionalizëm Marian Benesh. Ka fituar ish nën kampionin evropian dhe fituesin e medaljes së bronz Svetomir Bilic. Për 10 vjet emri i tij vlente si një motiv madhor në të gjitha sallat ku ai boksonte. Nga viti 2002 deri në vitin 2005 selektor i reprezentacionit të Kosovës. Shqiptarët tani më e kishin heroin e tyre, që i bënte krenar, sa herë plandoste kundërshtarët e tij, emrat më të mëdhenj të boksit të kohës. Brohorimat për të dëgjoheshin dhe jehona e tyre merrte vend. Nga të 4 anët vinin njerëzia për ta parë heroin e tyre, për ta brohoritur emrin e tij, Nazif, Nazif, Nazif. Nga skena, për ata që janë në homazh, përshëndetje, bëjmë veç me duar trokitje. Po, e vazhdojmë. Jeta vazhdon. Na e duhet me i falenderu ata që na mundsojnë dhe për kujdesen për neve, sigurisht për mua. Absolutisht, sponsorët tanë, për ty, me njëherë po kalon atë pjesa. Kurreshtja madhe normale për mua, se çfarë kam vesh, duke falenderu Fashion, Diana Fashion, që është në Suarek, unë sonte po dukem kështu, por dua ta falenderoj, faleminderit se mos po harroj me ta thonë pastaj. Edhe zonjën Selvete Kodra Trimave këtu në Prishtinë, që është për kujdes për flokët e mia. Gjithmonë falenderojmë ata që janë suportin i fuqishëm, mbështetja junë e mirë, sponsorët tanë, jemi këtu bashk, jemi ne, është spektatori, është telespektatori, është një armatë të tërë që përkujdesen prapa kamerave, në regji, e gjithandej. Do të keni shumë çka të bukur sonte, le t'i falenderojmë nga zemra të gjithë, le t'i falenderojmë nga zemra përsëri shqiponjat e Medvegjes që na zbukurojnë ambientin këtu. Edhe në atmosferë festive, vitit të ri. Këtu vazhdojmë me njëherë pa humbur kohë duke i ftuar ato që na sjellin për çdo javë gaze, lumturie në shtëpitë tona përmes humorit tyre, metafores, satires, alegorisë, po mbi të gjitha është një shpirt i 2 artisteve apo 2 shpirta artistësh që na sjellin gjëra të bukura çdo javë. Dada Hyr dhe Kulja.
Që shënjani të pia, syni keq me si po dihet, tonës tërë, normal. Me 2 hektar. Që. Që du me bëna, Me dregja. Po, pra. E ti Allah hila më kalë dhe qka hile si tuke. O, që më ka kop një gazi budolve, e po kjeshe lidhje pa lidhje? E lumja ti për truptanin ty be. A një shel lumja ti për truptanin. Po dhe. Hajt, a din më kallëzu pse ojrin sa bash t'i ftoft. Hajt, pse? Se di pse? Pse ka nejt të notën një? Mu më tha jetrosh aj i jemi, aj. Jam mytë të kajt, e ti kom kap kërëfnet të mështa me qokolad, fshilat, e fshilat, e fshilat. A e din që iPhone 17 Pro Maxi? Po? E kish aplikacioni për të pësim. Qka jetu thonë? Edhe? Qysh po funksionoj kja? Po funksionona? Perfekt, shumë thjesht. E blin telefonin edhe jetë ma pare, s'kik pare ma ngër brëk. Une beso mas 3 mujve që kom pi ujtë të vëkt me limon edhe me mjalt. I kom hup 5 kila. 5 kila limon edhe 2 kila mjalt i kom hup. Kishe ki u kila ka bashko. Fade. A buri jam, Ha. edhe jam për i pune. Ha. E po këshy, po thëtë, gru, qa ki maru për dorë? Une, fat pozën seksi kështu. Vëdim? Nashta une? Koraj, po këshyr, tha, ti e din që zgudzoj kur gjo, i ndërshë me hangër. Hej, kom ti pesh, kimi thonë qashtu! Kom ti për e thonë, Mu s'dike që është më morë me të një, që është më kërku folje, përdem. Po thot tham, që thot shkojna tham butik me blena i fustana, na i sena, përdem. Po? Thash, ani që, hajde, edhe tu që me të shku në butik. E gjitha 1-2-3 fustana njani ke fërti mirë. E ka pa hina me provu. Dola, e të mërzita. E të mërzita mu ka i ke beson. Se? Edhe aj po më thot, ta qakida qa u bo. Thash, po mbjen i vogël. Fustani tha, a kabina. Pa kjetaja shoqja jo të butik, taja plavushja. Po të që a ka shikja, po? O, ka erdha. I shkon të dollë për i shotës, i shëron shotë. Qyqe. Tha shëqër që nuk pat ka pak se zdi që shisha dollë. E, ajo edhe buri vetë, janë krye vepra, s'ka si kur ata nuk kom. Nga, i thot buri vetë, nga thot qa po thëm, me bo, me të nëzonë, me dikan tjetër, o ko me të mytë, ko me të vre, ko me të vra, ko me të pre, ko me të gri, a kuptove? Kjo kështu të këshirë, po kuptova. Kjo ha, qka kuptove? Ajo, po që nuk do është ta me më nëzonë. A i bu i shtirë. A i shtirë. Që para dë dite ja po synin kejtë zë që shtë. Shë. Po, thash qakin sy, tham karo gruja. Ha. Shite thash pse kishe, tha se ju drejtova me te. Thash është bërë që ta të karoa, po ma boni, a din që sa s'kina qu dashni, ka me muj. I thash, nashta ti ja. është interesant, kjo punë shumë interesant. Nëse gruja e trahton burin, buri me njëherë i fiton brinat. A nëse buri e trahton grun, gruja me njëherë i fiton shpin, kerën edhe paret. Po të ka i po të ka.
dunjaja për veti. Që ata thëmë, duhet njeri me ka një lumë të gjithë, jo me menu keq edhe me bo keq. Po dhe? Unë e thëmë, jo ata du sa të tu, po unë e thëmë, për një dit të lumëtur, për bërësit, për një dit të lumëtur janë, 4 lukë vullnet, tak, 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 2 gram dërim, një moje luge, Qka? Tolerancë? Tolerancë, dhe se mu përzime me ato tjera, një moje luge tolerancë, hop, edhe 3 gota plot busqeshje, tak, 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 edhe I përzini me drejtësi të postër.